Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirë mama, shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin në televizionin Arbëria. Sonte kemi të ftuar Rahman Jakupin, kryetari i Degës së Partisë Demokratike të Kosovës Dega në shtime, ku do të diskutojmë lidhur me qeverisjen aktuale dhe perspektivën apo të ardhmen që mendon ky subjekt të rikthejë këtë komunë në qeverisje nga Partia Demokratike e Kosovës. Përshëndetje zoti Rahman. Përshëndetje. Faleminderit që gjatë kohës jeni pjesë e televizionit. Faleminderit shumë për ftesën. Si është shtimja? E shëruar për së dytë herë. Nuk shtimja është çliruar në vitin 1999, në qershor të vitit në 1999, dhe atë kanë çliruar djemtë dhe vajzat më të mirë të komunës së shtimës, e kanë çliruar qytetarët e komunës së shtimës. Madje për shtimin mund të them se është dergjak goxha shumë për ta çliruar shtimin. Në mesin e mbi 50 dëshmorëve, mbi 120 viktima, në mesin e tyre 20 fëmijë. Kështu që kjo ka qenë ta them ajo djersa sakrifica që qytetarët e shtimës kanë bërë që shtimi atje e lirë. E tham pak me ironi, e kuptuat, po besoj që edhe ju pse e tham këtë, për faktin që në momentin që ka ardhur kryetari në vitin 2021 ka dalë ajo deklarata është shliruar shtimja. Si po qeveriset komuna e shtimës nga zotri Aliu? Si e keni po si parti opozitare këtë qeverisje në këto 3 vite, jemi në vitin e 4 të qeverisjes së zotit Aliu. Unë do të filloj me një kronologji duke treguar që shtimi është menaxhuar për Partisë Demokratike dhe për atë menaxhim të mirë që kemi bërë për ato vite, ne edhe kemi trashëguar tek subjekti për cilën ju po flisni, edhe kryetari tani shumë një qeverisje shumë profesionale me një administratë të ndërtuar mirë, me disa projekte shumë të mira që kanë ndodhur në komunën e Shtimës, me 95% të territorit të komunës asfaltuar, mbi 80% e territorit ka qenë me kanalizim, mandej ujësillësi i cili është tri në pothuajse në tërë territorin e komunës së Shtimës. Me një fjalë, kryetari i komunës i vetëvendosjes së Shtimit e ka gjetur me qelsa ndorë që thuhet në gjuhën popullore. Si po qeveriset gjatë tyre viteve, për fat unë po përcjell edhe mesazhin e qytetarëve të komunës së Shtimës dhe shumë ankesave të cilat ne i pranojmë mbi baza javore, dhe ankesat janë të mëdha. Për fat të keq ne nuk kemi ndonjë projekt i cili mund përmendet sot, ose thuhet që kryetari aktual ka arritë që gjatë këtyre 4 viteve ta filloj dhe ta përfundoj. Ndërsa në mandatin qeverisës që ne kemi ndërtuar mbi 14 objekte publike, 10 shkolla, shtëpinë e kulturës, palesën sportive, fushën e futbollit, gjitha objektet madhore janë kryer në qeverisjen e Partisë Demokratike. Ndërsa tani në qeverisjen e lëvizjes dhe vendosje kemi disa rrugica që po shtrohen, nëse projekte të cilat janë modeste dhe të vogla, për të cilat këto projekte po bëhen shkeleshkon nga lëvizja dhe vendosja dhe kryetari aktual Qemail Aliu. Ne pranojmë për çdo ditë edhe ankesa, gjendja më e rëndë dhe më e keqe është në fushën e arsimit dhe në fushën e shëndetësisë. Për fat të keq, gjendja në arsim ka degraduar për këto vite, fillimisht duke emëruar kryetari i komunës drejtar politik në institucionet të shkollave, mandej duke emëruar edhe drejtar të cilët nuk kanë pas qëndrueshmëri. Kemi pas dorëheqje të vazhdueshme të drejtorëve të arsimit, dhe tani sfundmi kemi një ushtrues detyre të drejtorit, i cili është duke luajtur rolin e drejtorit të arsimit, dhe kjo vije si mungesë papërgjegjësisë, vije si mungesë mos përvojës së kryetarit të komunës dhe njerëz të cilët nuk po dëshirojnë të bashkëpunojnë me kryetarin aktual. Partitë opozitare janë ndihmës, po ashtu janë subjektet të cilat përcjellin punën e qeverisjes edhe nxjerrin në pa të metat edhe regresin që mund të ndodhë brenda një qeverisje 4 vjeçare. So keni mundur të përcjellni punën e zotit Qemail Aliu dhe qeverisjes komunale në Shtime gjatë këtyre 3 viteve deri më tani? Po, faleminderit. Partia Demokratike në Shtime tani anëtarët e kuvendit, të cilët edhe ne po luajmë rolin e opozitës në Shtime. Unë jam krenar që kemi një ekip të jashtëzakonshëm prej djemve ose burrave dhe grave që po luajnë një rol të jashtëzakonshëm, secili prej tyre ka një bagazh ose një përvojë institucionale mbi 4 vite deri në 8 vite, dhe të gjitha ata janë realisht njohës të mirë të pushtetit lokal dhe mund të them me kompetencë të plotëse ne kemi luajtur rolin
e opozitës tamam ashtu që i takon opozitës. Ne gjatë këtyre viteve kemi konstatu shumë shkelje që kanë ndodhur në komunën e Shtimës, kemi konstatu vendime të kundërligjshme të cilat i kemi anku qoftë në Ministrinë e Pushtetit Lokal, qoftë në gjykatë, dhe për këtë ato shkelje janë evidentuar. Zoti Jakupi, a mund të jeni më konkret në këtë drejtim kur e thënë që kanë gjetë shkelje, cilat kanë qenë shkeljet më evidente, të cilat i kanë parë? Edhe sa keni nxjerrur në padrejtësi, nëse ka pasur padrejtësi në qeverisje si parti opozitare, dhe sa keni mundur të lanconi tek qytetarët këtu supozime të cilat i keni nxjerrur jo. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me mediat, qoftë në nivelin lokal apo në nivelin edhe qendror, dhe përmes mediave ne kemi arritur që të plasojmë këto gjetje apo shkeljet të cilat janë bërë nga kryetari i komunës, po edhe nga administrata lëvizje vetëvendosje apo nga lëvizja vetëvendosje në Shtime. Kur flasëm për shkeljet, unë mund të marr vendimin e kryetarit të komunës për risistematizimin e vendeve të punës së zyrtarëve komunale që kanë ndodhur në vitet që lanë pas, dhe atë vendim kryetari i komunës kryen vete ka nënshkruar, edhe pse ne si opozitë në kuvendin e komunës e kemi paralajmëruar që një vendim i tillë nuk mund të nënshkruhet nga kryetari i komunës, mirë po duhet të kaloj përmes kuvendit të komunës, dhe ai për këtë nuk arriti, nuk i kishte numrat e duhur për të kaluar, për shkak se ne argumentuam mirë këtë dhe tha që kryetari mund të nënshkruajë çfarë do vendimi. Për këtë ne paralajmëruam, mirë po ai prap e kishte nënshkruar vendimin dhe ne me të nënshkruar vendimin ai si kryetari i komunës e kemi përcjell në Ministrinë e Pushtetit Lokal, dhe Ministria e Pushtetit Lokal ka konstatuar se kryetari i komunës ka bërë shkelje në marrjen e këtij vendimi, dhe tani do t'rregoj edhe pasojat të cilat janë. Për shkak se përmes këtij vendimi janë prekur shumë zyrtarë komunal, madje kryetari i komunës ka shkelë edhe statutin e komunës së Shtimës, për shkak se ka themeluar edhe një drejtori apo dy drejtori pa u votuar në kuvendin e komunës së Shtimës. Kështu që të gjitha këto gjetje ne i kemi prezantuar qoftë në media, qoftë në Ministrinë e Pushtetit Lokal si organ mbikëqyrës që është i nivelit lokal, dhe është konstatuar e shkelje. Edhe pas konstatimit të shkeljes, kryetari i komunës me një mbledhje apo shkarazi shumë shpejt atë vendim vetëm e ka sjellë sa përsy e foqe në kuvend që të arsyetuohet në Ministrinë e Pushtetit Lokal. Mirë po, kjo gjetje, kjo shkelje tani vazhdon në gjykatën themelore administrative këtu në Prishtinë, dhe besoj që edhe gjykata do ta konstatojë të njëjtën, për çka shpresoj nuk do po paragjykoj, po jam goxha i bindur për shkak se veç tashmë kemi një argument që ai vendim ka qenë i kundërligjshëm, dhe sekretari jo vetëm këtë, po përpothuajse për çdo mbledhje të kuvendit. Tani që kemi mbledhjen me 2 prill, Ministria e Pushtetit Lokal ka kthyer një vendim ose disa vendime tjera, të cilat janë të kundërligjshme apo janë në kundërshtim me dispozitat ligjore që janë në fuqi. Kjo përfshin dhënien e shfrytëzim të pronave komunale, përfshin objekte publike, dhënie të pronës komunale për ndërtimin e objekteve publike, shumë çështje tjera për të cilat ndoshta do të na merr kohën. Si janë të përfaqësuar subjektet politike në kuvendin komunal të Shtimës? Partia Demokratike është subjekti më i madh politik në nivel lokal, po flas në zgjedhjet e vitit 2021 ne jemi subjekt fitues dhe përfaqësohemi me atëherë përfaqësoheshim me 9 anëtar të kuvendit të komunës, ndërsa në rrugtim e tutje, kryetari i komunës përmes pazareve politike ka arritur që një anëtar të kuvendit nga radhat e Partisë Demokratike të kalojë në një subjekt tjetër politik. Tashmë mirë po, në tërësi, lëvizja vetëvendosje, Lidhja Demokratike dhe AKR në Shtime kanë koalicion për të udhëhequr qeverisjen komunale, dhe ata kanë shumicën në kuvend. Së është zëri i opozitës, megjithatë në kuadër të nëse kalon jashtë koalicionit mbetën një opozitë dhe një opozitë qeverisjes lokale. Sa dëgjohet zëri juaj në kuvendin komunal. Dhe sa keni mundur të adresoni, sepse është një lloj arene politike kuvendi komunal. Sa keni mundur të adresoni kërkesat e qytetarëve brenda kuvendit komunal ju si Parti Demokratike? Betejë kryesore politike ne si subjekt politike kemi zhvilluar në kuvendin e komunës. Ne si subjekt politik jemi në bashkëpunim, kuptohet edhe me subjektin opozitar që përfaqësohet me një anëtar të kuvendit në komunën e Shtimës, që është Lëvizja për Bashkim, dhe mandej është edhe një anëtar tjetër i pavarur, i cili për shkak të pakënaqësive është larguar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe tashmë është si anëtar i kuvendit i pavarur. Mirë po së fundmi, para disa muajsh, e kemi edhe një anëtar tjetër të Lëvizjes Vetëvendosje i cili është larguar prej aty, dhe domethënë tani kemi në kuvend 2 anëtar të pavarur, Lëvizjen për Bashkim dhe 8 anëtar tjerë
të Partisë Demokratike që jemi në kuvend. Kështu që i bie që aty çdo gjë varet për një numër dhe kjo tregon se sa të fuqishëm ose sa rol opozitor ka luajtur Partia Demokratike në kuvendin e komunës. Ndoshta nuk po jam modest, mirë po vetëm po e tregoj të vërtetën, siç e thashë më parë është një ekip jashtëzakonisht e djemve dhe vajzave të përgatitur ose grave dhe burrat të përgatitur në nivelin komunal, të cilët po përfaqësojnë për Partinë Demokratike. Mirë po janë duke përfaqësuar edhe kërkesat e qytetarëve të komunës dhe ankesat në kuvendin e komunës, aty edhe ku do të zhvillohet arena politike. So keni mundur të jeni sfidues, ta themi, për pushtetin në kauzat e juaja, të cilat keni menduar që janë në të drejtën e qytetarëve, duke i drejtuar edhe duke i diskutuar në kuvendin komunal. So keni mundur të jeni argumentues në idetë e juaja që keni mundur të përcjellni. Unë e përmenda njërin prej rasteve më pashëm që kemi arrit të sfidojmë në pushtetin aktual, mandej kemi edhe disa raste tjera, ne kemi arrit që gjatë rrugtimit ne kemi konstatuar se kryesuesi i kuvendit të komunës nuk e ka luajtur rolin e vet dhe nuk ka qenë në përputhshmëri me ligjin për veçëverinë lokale dhe rregullorën komunale për menaxhimin e seancave dhe në këtë formë si subjekt bashkëpunim me anëtarë të tjerë të kuvendit kemi arritur që për një kohë ta marrim edhe udhëheqjen e kryesuesit të kuvendit. Mirë po siç e përmenda për shkak të pazareve politike të kryetarit të komunës prap është rikthyer domethënë në shtime. Këto pazare politike që e përmendet disa herë. Po, ka qenë pastaj lidhet edhe një çështje tjetër kur përmendet ju kauzën. Ne për shkak të pazareve politike, një këshilltar i ministrit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi, i cili është në bashkëpunim me Lëvizjen Vetëvendosje, një këshilltar i tij ka ardhur në komunën tonë si drejtor i drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale dhe një ish anëtar i kuvendit që ka qenë garant e Partisë Demokratike ka shku këshilltari i ministrit Elbert Krasniqi në Prishtinë dhe kjo ka qenë njëra prej thojza pazareve politike të cilat unë e përmenda dhe kjo ka treguar që këtu ka pas një bashkëpunim mënyrë që anëtari jonë i Partisë Demokratike të largohet prej pozitës dhe ta lirojë që të vijë dikush tjetër dhe mandej ata përndryshe cila kishte pas me qenë kuptimi i ardhjes për herë të parë në historinë e komunës Shimes vije një drejtor nga një komunë tjetër që i bie nga fushë Kosova, një këshilltar i Elbert Krasniqit, ministrit pushtetit lokal, vjen në shtime, edhe pse ne jetojmë në Republikën e Kosovës dhe nuk është e ndarë, çështja e punësimit është çështje e lirë dhe çdo kush mund të punësohet dhe të punojë kudo. Mirë po shtrohet pyetja, a nuk ka në komunën e Shtimës djemë edhe vajza të shkolluara, të edukuar që të vijë dikush tjetër nga një qytet. Nga fushë Kosova ka ardhur një qytetar ose një zyrtar, drejtor në këtë rast, në komunën e Shtimës që ka udhëhequr drejtori. Sakt. Dhe për këtë ne kemi bërë disa pyetje disa herë në mbledhjen e kuvendit të komunës dhe pothuajse për radhazi 16 ditë ne kemi ngritur këtë shqetësim, kemi bërë pyetje te kryetari i komunës pse ka ndodhur kjo dhe pas 16 ditë për shkak prapë them presionit të opozitës drejtori ka dhënë dorëheqje dhe është kthyer në vendin e tij të punës ose kudo tjetër që ka vepruar, ndërsa ish këshilltari komunal është kthyer tani ushtron detyrën e ushtruesit të detyrës në qendër për punë sociale. Tash kur përmenda çështjen e ushtruesit të detyrës, është për fat të keq që në komunën e Shtimës shumica e institucioneve punojnë me ushtrues të detyrave. Për shkak se kryetari aktual nuk ka arrit me gjetë kuadro, nuk ka arrit me udhëheq procedurat, nuk ka arrit me administru mirë, dhe për këtë kemi ushtrues të detyrave në për gjitha shkollat e komunës së Shtimës, për në përjashtim të një apo dy shkollave ku janë të zgjedhur drejtorët e shkollave, mandej në institucionin si qendra për punë sociale, në qendrën për komunitet që është atje në qendrën kryesore të mjekësisë familjare kemi ushtrues të detyre, zyrtarin kryesor financiar kemi ushtrues të detyrës. Zoti Jakubi, në ndihet të përfaqësuar ndonjëherë si opozit në proceset vendimmarrëse të komunës së Shtimës. Lëvizja vite të përfaqësuar. Po. Në ndonjë proces vendimmarrës ku është ndëgjuar zëri juaj. Për fat të keq, kryetari aktual i opozitës e ka pasur një sy tjetër. Ju përmend që roli i opozitës është këshilldhënës
është edhe bashkëpunues, mirë po kryetari aktual të lëvizjeve vendosje shtime nuk e kanë po atë formë opozitën, e kanë po opozitën se një trup e cila siç është edhe në nivelin qendror duke u zhvilluar politika, e njëjta domethënë retorikë është duke u bërë në nivelin lokal, që opozita mund të jetë penguese për zhvillimin e aktiviteteve të tyre, mirë po për fat të keq çdo gjë që ose për fat mirë do është me marr kryetari aktual me lëvizjen vendosje, çdo gjë që i kemi thënë ne apo kemi argumentu lidhur me vendimet, lidhur me proceset, realisht ashtu është vepru nga është konstatuar në fakt nga institucione tjera, mirë po jo e morën si e drejt nga kryetari i televizjave të vendosja apo qeverisja lokale në komunën e Shtimës. Çka po i bie? Nëse ne kemi thënë që ky vendim është në kundërshtim me ligjin, lutem mos e bëni këtë se jeni duke dëmtuar administratën komunale, jeni duke i dëmtuar qytetarët e komunës. Ata përkundrazi vendimin e kanë marrë dhe këtë e ka konstatuar një organ tjetër siç është kemi raste kur edhe inspektorati i punës, Ministria e Pushtetit Lokal, gjykatat e tjerë kanë konstatuar shkeljet të cilat ne veç kemi ngritur. Kur subjekti juaj, në këtë rast Partia Demokratike e Kosovës, në Asamblenë Komunale thatë që keni pasur numër më shumë se subjektet e tjera, dhe keni miratuar ndonjë projekt të rëndësishëm për qytetarët e Shtimës së bashku me pushtetin komunal. Në çdo mbledhje të kuvendit të komunës, Partia Demokratike ka prezantuar ose ka kërkuar që si pikë rëndë të ditës të jenë çështje të rëndësishme apo çështje jetike për qytetarët e komunës së Shtimës. Mirë po siç e përmenda, që aty varet gjithmonë vetëm për shkak një numër, për shkak të rezultatit shumë i ngushtë, atëherë kryetari i komunës ose pushteti aktual ka gjithmonë forma ndryshme, qoftë duke joshur anëtarët e kuvendit, qoftë duke sjellë arsyetime ndryshme, vetëm që mos të diskutohen çështjet që janë me rëndësi për qytetarët e Shtimës nga ona e opozitës. Ne kemi larg numrave të jemi të shohim që ka qenë një projekt ose një ide e ardhur nga pushteti dhe ka qenë në të mirën e qytetarëve. Ku ka qëndruar subjekti juaj në kuvendin komunal Kashik? Projektet të cilat kanë qenë në të mirën e qytetarëve ne i kemi përkrah. Kemi pas projektin siç është projekti për ndihmës nënave lehona. Kemi projekte tjera për shpërndarjen e bornave apo elementeve në shëndetësi, në fushën e shëndetësisë. Gjitha ato projekte të cilat kanë merr, edhe projekte të cilat kanë bëjmë me ndërtimin e objekteve, për shembull, ndërtimi i objektit të institucionit parashkollor në fshatin Petrov, nuk do të thotë që është përkrahur në tërësi prej gjitha ndorëve, për shkak se ka pasur mendime ndryshme, mirë po projekte të cilat janë në rëndësi qytetarëve të komunës së Shtimës, ne asnjëherë nuk i kemi refuzuar apo nuk i kemi penguar. Çështja tjetër sa i përket projekteve, debati kryesor zhvillohet te çështja e buxhetit. Meqense se ne kemi menaxhuar një kohë gjatë dhe kemi menduar që politika duhet zhvillohet mirë qytetarëve edhe nëse ndrohet kryetari i komunës, për shkak se nëse fillon me projekt në vitin 2021, ai duhet mbarojë në vitin 2022, nëse jo 2022, do të vazhdojë deri në vitin 2023 për të mbaruar. Mirë po kjo politikë nuk është përkrah. Dhe ne e kemi dhënë kontributin kryesor aty. Ne kemi menduar dhe kemi treguar që ky projekt që është në mirën e qytetarëve të komunës së Shtimës duhet vazhdojë këtë vit, mirë po prapë nuk është përfill nga pushteti aktual. Kanë kaluar tani më shumë se 3 vite, edhe a keni qenë të sfiduar si opozitë në komunën e Shtimës? Të qenë në opozitë është kuptohet që është sfidë. Mirë po duke marrë parasysh se jeta politike zhvillohet gjithmonë, mund të jesh në pozitë, mirë po mund përfundosh edhe në opozitë, ne kemi pas parasysh këtë. Për fat ne kemi menaxhuar një kohë gjatë aty, kemi ditë që një ditë ne do të vijekua për shkak se mbretërit më të mëdha nuk kanë arritë të menaxhojnë ose organizata tjera shoqërore nuk kanë arritë të menaxhojnë përgjithmonë, nuk është mbretëni realisht, ne jemi duke jetuar në demokraci. Dhe është sfidë, kuptohet që është sfidë, mirë po ne kemi arritur me organizu si subjekt politik, me ballë punën tonë në mënyrën më të mirë të mundshme si subjekt opozitor në qytetin e Shtimës. Tani jemi në vitin e fundit të qeverisjes dhe bëhet një lloj bilanci si nga partitë opozitare, po ashtu edhe nga qytetarët. So ka qenë transparente, so ka qenë llogaridhënia qeverisja komunale
ndaj qytetarëve. So ka qenë transparente në punët dhe projektet që ka kryer. Në shikim të parë, qytetarët nëse tani më po e dini që jemi duke jetu në epokën digjitale dhe rrjetet sociale, tashmë janë pjesa ku njerëz informohen më së shumti. Nëse shikohet në atë perspektivë, atëherë shihen kryesisht punimet, cilat janë duke ndodhur në komunën time dhe madje një projekt tentohet që të promovohet deri në 10 herë, i njëjti projekt, dhe qytetarët shpesh herë mund të binë ose mund të kenë mendsim se është duke u punu, se është duke zhvilluar shumë. Mirë, po so ka qenë transparente, në çështjen e transparencës personalisht e kam testu të qeverisjes aktuale në shtime. Për fat të keq është, po tingëlloj ndoshta shumë moshme në këtë drejtim, mirë po është një llogaridhënie në nivelin 0. Mirë po transparenca në nivelin 0. Do t'ju tregoj disa raste pse. Unë personalisht kam bërë kërkesë për çështjen e dokumente publike, evidencën e shpenzimeve financiare të komunës së Shtimës. Është një dokument i cili hartohet dhe rregullohet nga zyrtarët komunal, kryesisht zyra e financave, dhe në ligjin për çështjen e dokumenteve publike, një dokument i tillë duhet që brenda 7 ditëve të hartohet, të rregullohet dhe të dorëzohet personit i cili ka bërë kërkesë. Këtë kërkesë keni bërë si antar i kuvendit? Si antar i kuvendit, ju e dini se antarët e kuvendit janë edhe persona zyrtar. Dhe për fat të keq, kryetari në mbledhjen e kuvendit të komunës më thotë mua se ti ke bërë kërkesë për çështje dokumente publike, mirë po nuk mundesh ti me marr dokumentin që ti dëshiron. Unë nuk ka qenë ajo dëshira ime, mirë po është një dokument që ne në të kaluarën si qeverisje lokale kemi publikuar në webfaqen e komunës në mënyrë që qytetarët, organizatat jo qeveritare, institucionet të tjera publike ose jo publike mund të kenë çështje dhe mund ta marrin atë dokument i cili është lehtë i qasshëm, i cili tregon gjitha shpenzimet financiare të komunës, është një pasqyrë shumë e mirë, edhe është transparencë. Dhe në këtë rast leje nuk u mipet, më refuzohet çështja për shkak ai dokument mund të hartohet për disa minuta. Një zyrtar financiar i cili ka përvojë, atë dokument mund ta nxjerrë shumë shpejt dhe ta përpiloj, ta hartoj dhe ta kish dërgu. Ka pas disa muaj derisa kam bërë ankesën në Agjencinë për Informim dhe Privatësi, mandej Agjencia për Informim dhe Privatësi, ju dini që ata e detyrojnë institucionet ose i gjobitin. Këtë rast ata nuk kanë dashur të gjobitin, mirë po pas disa muajve evidenca e shpenzimeve financiare më është dorëzuar. Mandej herave tjera e kam kërku, ka pas vonesa, mirë po besoj që disiplinimi nga Agjencia për Informim dhe Privatësi ka bërë që ata të mjapin dokumentin. Kështu që nuk është bë me vetë dëshirë, nuk është bë që është si komunë transparente, po është bë me trysni dhe me presion. Edhe prapë ndodhe njëjta. Ka raste kur shfrytëzoj drejtën time, edhe si qytetar, edhe si antar i kuvendit me bo një kërkesë për çështje në dokumente publike, ato kryesisht vënohen. Madje edhe gazetarët e kanë të njëjtën përvojë. Nëse nuk ju jepet brenda 7 ditëve, ju jepet në ditën e 15, ju kërkohet që 15 ditë tjera, sipas ligjit që dokumenti ne ka nevojë kur një dokument është i gatshëm dhe mund të jepet brenda disa minutave. Qeverisja Aliu atë drejt ligjore mirë po shpeshherë edhe duke i fshehë dokumentat e shtyn në disa muaj, në disa javë, mos tham në kohë të pacaktuar, madje deri tani nuk ka ndodhur që dikujt qytetarët që nuk e dinë të drejtën, ata edhe mund besin edhe pa dokument ose pa drejtën, pa shfryzuar të drejtën e tyre për post çështje. So ka qenë gjithë përfshirëse në tërë territorin e komunës së Shtimës, qeverisja Aliu. A ka pasur seleksionime të banorëve, të fshatrave apo rajoneve të ndryshme të kësaj komune në projekte dhe në atë që është dashur të afrohet të gjithëve? Unë bazohem në ankesat dhe kërkesat të cilat i pranojmë nga qytetarët, por edhe informacionet të cilat rrjedhin nga kolegët, nga punëtorët e arsimit, punëtorët e shëndetësisë, dhe punëtorët tjerë apo zyrtarë publik të cilët janë në institucione. Ka diskriminim. Diskriminimi është evident, është i konstatuar edhe me organe siç është Inspektorati i Punës edhe gjykata. Madje me një vendim për shkak të largimit të punës për çështje politike, gjykata ato i konstaton edhe shkelje të kushtetutës. Pra, kjo qeverisje ju vetëm që bën selektim, për shembull ka fshatra të cilat kanë votuar Partinë Demokratike në të kaluarën, kanë qenë me shumicë ose subjekt fitues ka qenë Partia Demokratike, kryetari i komunës atë fshat ende shkon duke mos dërguar projekte. Mandej nëse flasim në rrafshin individual ose personal, ka individ të caktuar, të cilët
qoftë në zgjedhjet lokale se parlamentare kanë përkrahur Partinë Demokratike dhe për shkak të asaj përkrahje drejtori i arsimit thotë se juve është duke u ndodhur kjo për shkak se ju personalisht e keni përkrahur këtë kandidat të Partisë Demokratike. Domethënë kemi një shkelje drastike e asaj përket të gjithëpërfshirjes ose kemi diskriminim të asaj se nëse e përkrah kryetarin atëherë je përkrahesh nëse ju ndërshkruash. Dhe kjo çështje është selektive, është argumentuar, do të vijë koha që do t'i shpalosum edhe për media, do t'i shpalosum edhe për qytetarë, një pjesë e tyre tashmë veç janë të ditura, janë të njohura për opinionin, mirë po çfarë është duke ndodhur në komunën shtimes në këtë mandat qeverisës 4 vjeçor është për të udhimsur se çfarë është ka qenë ndërtuar për disa vite ose për një periudhë gjatë kohore, është ndërtuar një administratë profesionale, qytetarët e shtimes kanë qenë të relaksuar, nuk ka pas ndasi, nuk ka pas polarizim të qytetarëve, tani kjo qeverisje e ka shndruar shtimin në një betejë ose një fushë, e cila nëse je me një subjekt caktuar, në këtë rast me lëvizjen vendosje je shumë i mirë, dhe nëse je me subjekte tjera je shumë i keq. Zoti Jakubi, keni qeverisur në komunën e Shtimës gjatë si subjekt politik si Partia Demokratike e Kosovës. A ka qenë nevojshme tani 3 vite pas kur po hym në vitin zgjedhor që Partia Demokratike e Kosovës të jetë një mandat në opozitë dhe të sheh rolin e opozitës? E përmenda pak më parë që politika është jo gjithmonë me qenë udhëheqje, mirë po nga njerë kërkohet është e mundshme që të mbetesh në opozitë dhe atëherë fillon me po dhe gjërat pak më ndryshe. Ne ndoshta kishim pas nevojë me qenë në opozitë, mirë po jo me një kësi qeverisje çfarë tani ka komuna Shtimes. Qytetarët e Shtimes kanë prit diçka më shumë, qytetarët e komunës së Shtimes kanë prit ato çfarë ju është premtuar aty nëse do të ketë një ndryshim rrënjësor prej asaj se çfarë është qeverisja më parë, mirë po realisht sot e kësaj dite ose gjatë këtyre viteve të cilat po i lëm pas, qeverisja në komunën Shtimes veç ka degraduar në mos shumë të madhe. Domethënë ne kemi nëse po supozojmë që mund të jetë qeverisur keq, atëherë kemi edhe 100 herë më keq. Çka i bie kjo se qytetarët kanë prit një ndryshim, mirë po jo domosdoshmërisht tash më kanë një ndryshim i cili ka qenë më i mirë se kur kemi qeverisni. Tani është momenti që të mendohet, të ideohet, edhe se cili subjekt politik të mendon për zgjedhjet lokale që mendohet që janë në vjesht të 2025-s. Partia Demokratike e Kosovës dega në shtim. E ka menduar këtë, ka filluar punën, apo cilat janë pritjet e juaja në këtë drejtim? Gjithsesi, ne në vazhdimsi, domethënë veç i patëm zgjedhjet parlamentare të cilat mbaruan në shkurt të këtij viti, ne jemi në vazhdimsi në përgatitje për zgjedhjet lokale. Madje kjo përgatitje ka qenë qysh prej ditës kur jemi ardhur kur kemi shku fakt në opozitë deri më sot, është menduar, duke u punu, është në diskutim me sipër, ne kemi organet vendimorse, domethënë kemi kryesinë e partisë, e cila kuptohet është në komunikim të vazhdueshëm me partinë në nivelin qendror dhe pritet që shumë shpejt, sikur komuna tjera që tashmë kanë filluar procesin edhe të emërimit të kandidatëve për kryetar, edhe të kandidatëve për kuvendin e komunës, pritet që edhe Partia Demokratike në shtimet të ketë edhe kandidatin për kryetar, edhe anëtarët e kuvendit, në mënyrë që të kthehemi në qeverisje në tetor të këtij viti. Ende nuk dihet se kush do të jetë kandidat nga Partia Demokratike e Kosovës për të parajën e shtimes? Jo, ende nuk e kemi diskutuar brenda kryesisë këtë çështje, për shkak se presim një moment më të volitshëm, një moment pak më të mirë derisa edhe diskutimi do t'i kemi brenda edhe kryesisë, por edhe me vendosja e kandidatit për kryetar të komunës së Shtimes do të jetë një konsenzus më i gjerë, do të diskutohet edhe me qytetarë, do të diskutohet edhe me organet, fillimisht me organet vendimorse që janë, mandej do të diskutohet edhe me qytetarë, me figura, me personalitete, me intelektual dhe do të mirët vendimi më i mirë i mundshëm që ta kemi një kryetar ose një person i cili din dhe don ta udhëheqë komunën e Shtimës siç i ka i Shtimes. Kemi pas kryetar jashtëzakonisht mirë në të kaluar, njerëz që kanë arritje edhe profesionale, edhe personale, kanë arritje dhe kanë merita edhe për vendime shumë të rëndësishme që kanë marrë gjatë luftës, edhe pas luftës, dhe mendojmë që duhet ta trashëgojmë atë kulturë në mënyrë që të kemi një personalitet ose një individ i cili fillimisht din të vlerësoj për atë punë e mirë që u bë,
mandej edhe ti sjell qytetarët ti bëj bashkë për shkak se polarizimi ju dini që tashmë është i theksuar jo vetëm në komunën e Shtimës, mirë po në tërësinë në Republikën e Kosovës dhe mendojmë që një lider i cili i ofron njerëz është i nevojshëm, sidomos në komunën e Shtimës. Në të shumtën e rasteve, kryetari degës më herën kuptohet që mund të jetë apo është kandidat potencial për të parën e komunës. Presim që zoti Ramon Jakupi të jetë kandidat. Unë e përmenda edhe më parë, normal kjo është një drejtë statusore, e cila është e rregulluar për shkak se ne si subjekt politik tashmë ato dokumente kemi. Mirë, por nuk do thotë se domosdoshmërisht kryetari i degës duhet të jetë edhe kandidat për kryetar. Madje këtë kemi pa edhe në nivel qendror kur kryetari i partisë Memli Krasniqi ka ofruar pozitën e kandidatit për kryeministër Bedri Homza. Mund të ketë diçka të tillë në Shtime, mirë, po mund të ketë edhe nëse kërkohet prej shoqërisë, nëse kërkohet prej organeve vendimore që kryetari i degës të jetë kandidat, atëherë është një çështje e cila duhet të diskutohet, të analizohet goxha mirë dhe mandej të merret vendimin në kohë të caktuar. Zoti Jakupi, edhe për fund një pyetje po lidhe me ngërçin politik që është krijuar në institucionet qendrore. Ju keni në pushtet partinë vetëvendose, lëvizjen vetëvendose, cili është qëndrimi juaj karshi rezistencës që po bëjnë partitë opozitare në këtë rast PDK, LDK dhe AK, lëvizjes vetëvendose që mos bashkëqeverisin. Kanë të drejtë apo jo? Nuk jam i thirrur të komentoj çështjen megjithatë figurë politike edhe që votat shkojnë nga nivelet lokale shkojnë në qendër, sepse nuk ekzistojnë vetëm atje. Ne jemi në përkrahje të plotë gjithë deputetëve tashmë që janë në Parlamentin e Republikës së Kosovës, shumica prej tyre edhe që kanë marrë vota nga qyteti i Shtimës, edhe besoj që jemi të përfaqësuar. Si Shtime nuk jemi deputet atje, mirë po kemi rajonin Ferizaj dhe komuna tjera përreth. E sa i përket qëndrimit të Partisë Demokratike për të qëndruar në opozitë për mos t'i dhënë vot në këtë rast për Albulin Haxhin. Ju dini tashmë ka qenë është e njohur qëndrimi i Partisë Demokratike që nuk do të ketë vot, për shkak se kërkohet me qenë një kandidat tjetër i cili, siç e përmenda më parë, din t'i ofrojë qytetarët, din t'i ofrojë njerëzit, për shkak se ne si Kosovë, edhe si qytete, edhe si komuna të Kosovës, kemi nevojë të kemi një leadership i cili tash do të gjendet para vendime të tepër të rëndësishme për Kosovën dhe den që t'i ofrojë edhe njerëz nga gjitha subjektet t'i bëjë bashkë në mënyrë që të marrë vendime të rëndësishme. Zoti Jakupi, faleminderit që ishe pjesë e televizionit tonë. Faleminderit edhe juve. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.